Ishte njëri nga personat e parë që hodhi dyshime për manipulim të votave për brenda LDK-s, por vetëm pak ditë pas reagimit, Shkëm Manaj mori një pozitë rëndësishme në kryeqytet. Partia caktoi Manaj në pozitën e nënkryetarit të Prishtinës. Përkundër që detyra ju dha nën këto dyshime, Manaj që vije nga Istogu, por edhe LDK-ja po i hedhin poshtë këto akuza. Zoti Manaj që 23 vjetë jeton në Prishtinë, është ma prishtinali se ti me siguri. Po, për që ata po thëmë, do më thonë është i Prishtinës, edhe është i regjistru në Prishtinë. Po, faleminderit. Bisedat të cilat po bëhen publike po shpërfaqen në detaje pakënaqësitë dhe dyshimet për vjedhje të votave brenda partisë. Kryetari Lumir Abdigjiku publikimet e bisedave i konsideron sulme ndaj partisë. Sa për informim, temat e brendshme janë diskutuar tashmë në kryesi, LDK i beson institucioneve tona në çdo drejtim dhe në këtë drejtim, ne nuk bëjmë as prokurorinë as gjyqësinë, LDK i ka besuar institucioneve tona dhe kur ka fituar në 3 nivele, betejën e tentim anulimit të votave tona me parti në pushtet. 3 fitore në 3 nivele, sepse vota jonë është e shenjtë dhe e drejtë, prandaj dhe fitoria ligjore, nga opozita, nga vendi i tretë, nga pozicioni i sulmuar nga të gjithë për njëherë, e drejta megjithatë triumfon. Përkundër këtyre zhvillimeve, dikush po kërkon që të ruhet uniteti dhe pakënaqësitë të adresohen për brenda partisë. Mendoj që partia megjithatë të duhet të ruajë ekuilibrin e funksionimit dhe të natyrisht edhe debatin të zhvilloj brenda partisë për të sqaruar procesin, për të sqaruar veprimet, nëse dikush eventualisht ka dashur që ta manipuloj procesin favor të një individi apo ma shumë syresh, por brenda partisë, sepse është shumë e rëndësishme që LDK-ja të qëndroj unike. Përkundër këtyre dyshimeve, KQZ-ja ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të nëntshkurtit. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje ka dërguar rastin në gjykatën kushtetuese.